trouble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Këngëtari transseksual nga Austria, Conchita Wurst, është shpallur fituesi i edicionit të 59 të këngës në Eurovision, që është mbajtur në Kopenhagen të Danimarkës. Fituesi i këtij festivali, emri i vërtetë të cilit është Tom Neuwirth, fitoi pas interpretimit të këngës Rise Like a Phoenix. Kjo këngë u vlerësua me 290 pikë. Pas fitores krahas falënderimeve, këngëtari transseksual Wurst dha dhe një mesazh kundër homofobisë. It's dedicated to everyone who believes in a future. Ndërroi për një botë ku nuk do të na duhet të paragjykojmë çështjet si seksualiteti, sidomos për njerëzit që duam. Sot Europa tregoi se ne jemi një komunitet që dim të respektojmë dhe tolerojmë, tha Wurst. Në vendin e dytë të kësaj gare u rendit Holanda me 238 pikë, ndërsa në të tretin Suedia me 218 pikë. Ndërkohë Shqipëria, e cila përfaqësoi me këngëtaren Hersi Mahtmoja me këngën Zemrimi një natë, nuk arriti të kualifikohej për në natën finale.